në pikun e konsumit, kërkesa shkon deri në 1400 megawatt, e kapacitetet prodhuese nuk I kemi as 700. Pra prap ne do të përballemi me situata të ngjashme pothuajse. Dhe kjo ka qenë fakti pse ne kemi alarmuar çdo ditë nëpër rrjetet sociale, nëpër media, se në çfarë do rrethone kjo rritje është duke u bë vetëm dëm qytetarëve dhe nuk do të jetë alternativë për të ardhmen. Dhe e keqe është se ne shumë shpejt do të kemi pas realisht paralajmërime nga zyra rregullatorit për energji, edhe për rritje të tjera tarifave të energjisë, edhe për qytetarët, edhe për bizneset, sepse nuk kemi as një zgjidhje sa përket sektorit të energjisë. Kemi thonë, hajdeni ulemi me bashkë me gjithë ekspertët e fushës, ta shohim cila është alternativa më e mirë, ta bëjmë një analizë të mirë fillt, sepse zyra rregullatorit për energji ajo çka e ka obligim me bë, edhe në kodër të legjislacionit në fuqi, është që kur merr vendime të tilla, ti bazoj në situatën reale dhe nuk guzojnë që të merren vendime ad hoc dhe mandej për gjitha këto vendime pasojat ti paguaj qytetarët e Republikës së Kosovës dhe ti paguajnë bizneset. Po.